Kombëtarja femrave vjen përgatitjet në prag të ndeshjes së rallës ndaj Çekisë, e vlefshme për kualifikuesit e botërorit 2027. Një ditë para takimit, trajneri shkodran Armir Grima në një prononcim për Star Plus shprehet optimist për gjendjen e ekipit dhe objektivin e qartë për të marrë një tjetër fitore pas asaj ndaj Malit të Zi në këtë fushat eliminatore. Po normalisht pas një fitore motivimi është, fryma është në skuadër, kështu që besoj që jemi mirë dhe te pjesa po thojmë organizimit të dëshirës për ty për të zjarë një neshit mirë dhe për të marrë një rezultat mirë. Po ne kemi luajtur edhe sezonin tjetër me Çekinë, njohim si kundërshtar, dim që është kundërshtar shumë i fortë, është shumë i fortë, por mundësit janë për të bërë një lojë mirë dhe për të marrë rezultat mirë. Po, besoj që do jemi të plot me këtë kontingjent që kemi. Po ashtu, trajneri Grima theksoi se janë në rrugën e duhur drejt objektivit, ndërsa kërkoi edhe mbështetjen e tifozërisë shkodrane për ndeshjen ndaj Çekisë. Po ne jemi në rrugën e duhur për të objektiva që kemi, që gjithmonë objektivi kryesor është qëndrimi në Ligën B. Jemi në rrugën e duhur, besoj që e kemi filluar. Tash çat shohim për me bëu edhe më mirë, sepse janë mundësitë, vajzat janë mirë, kanë aftësi për me kanë edhe më mirë dhe kanë mundësi për të qenë edhe më mirë. Po për mua është kënaqësi që vim Shkodër, edhe për vajzat e ekipit kombëtar është kënaqësi që luajnë Shkodër, sepse dim që mbështetja është maksimale dhe besoj që edhe këtë rrallë njerëzit nuk do kurse do ngjajnë kohën e tyre për të mbështetur të vajza. Dhe normalisht ne do bëjmë gjën më të mujton që këta njerëz që vinë të kënaqen dhe dalin ballërt nga stadiumi, që të jenë kënaqur nga ky ekip. Do japim maksimumin ton. Si gjithmonë që në Shkodër kemi gjetë atë mikpritjen e duhur dhe tifozat e dojnë ekipin. Shqipëri-Çeki do të luhet në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës të shtunën në orën 18, aty ku hyrja do të jetë falas.